Tregon pak a shumë si ja ke nisur krejt karrierën tënde, domethënë me çfarë moshe, si ja ke nisur? Prej fëmijë kur jam konë, gjithmonë kam pas pritje për art në përgjithësi, vallëzim, aktrem, këndim. Edhe kom di që industria është shumë e vështirë si international, si në trevat tona. Edhe unë prej fillimit kom pas një pasën të madh prej Michael Jackson, prej Beyoncé, kur dirken MTV në atë kohë. I kom përcjell gjithmonë, edhe kom pas që gjej veten në çat lami, siç është muzika, show biznesi. Edhe gjithmonë i kom pas inspirim këta njerëz si ka ona e stilit. Gjithmonë kom një hap para, edhe kom gjetë vetëm më shumë çat drejtim. Masanej ka ndodhur shumë ngjarje tjera, e pas që u rritën rrjetet sociale, janë se mu zhvillu me mor hav. Edhe aty jam inkuadru, e kom gjetë mënyrën më të mirë për me rënë kontakt me njerëz botror, me njerëz me suaza botrore të showbizit edhe të muzikës, edhe që aty ka fillu gjithçka ajo starti i karrierës tam. A ka qenë i vështirë gjatë këtyre viteve? A është e vështirë ky biznes, kjo industri për ty? Po, për mua ka qenë e vështirë se jam qenë shumë i ri kur ja kom nis. Kom pas shumë support, pa supportën e kom fitu ndër vitesh, nuk është që në kom shku kom fol me një këngëtar mi thonë bënëm support. Po ndër vite e kena pas interesat e ngjashëm, faqet që i kom nas gjunat ko, i kom pas do asete që si kam pas njerëz të thjesht, njerëz të rëndamt. Edhe kur i tuti një artistit që unë posedoj një platformë ku na muna me bashkëpunu, qashtu i kom pa dhe juet e më ndaj botror që më kanë shkru vetë, ose i kom shkruane, mi kanë kthy fjalët. Edhe me thonë që nëse nuk e kini bazë, ose në menaxhim të vetës, ose si menaxher, nuk është letë me ja dalë muzikë. Se artistat e ri e shoh që tash u zhvillu edhe TikTok-u edhe gjithçka, po në qatë kur kom u ka qenë veç Instagrami, edhe e kom pa që kam prirje për postime, për sene, edhe gjithçka ka shku smooth ashtu, edhe jam ku jam sot.